Mirdita, së pari duhet dënoj me forcën më të madhe arrestimin e 4 të rive shqiptar në Beograd me urdhër të Aleksandar Vučić, kreu të organizatës kriminale të Beogradit. Të rinjt shqiptar janë arrestuar për fajin e vetëm se njëri prej tyre ka postuar në Facebook apo në Instagram një flamur shqiptar me portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit. Dhe sipas organeve të Beogradit ka thënë dhe fjalë të papërshtatshme për Serbinë. Ky akt i shëmtuar e barazon Aleksandar Vučićin me Kim Jong-unin, me ajatullat apo habitullat e Afganistanit dhe ajatullat e Teheranit, dhe tregon një racizëm të papërmbajtur dhe urrëtie ndaj shqiptarëve. Dënoj me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar, të pashembullt, dhe kërkoj lirimin e menjëhershëm të rive shqiptar. Sikundër, i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të dënoj me forcë këtë akt që të i kalon të gjitha limitet që mund të ndodhë dhe njëherë vetëm në diktaturat më të zeza.